Matura shtetërore pritet me padurim nga nxënësit dhe prindrit pasi përbën një moment kyç në vijim si në rrugëtimit në arsimin e ku përzihen përgatitjet në studime dhe emocionet e përmbylljes së ciklit drejt sfidave të reja universitare. Ndaj dhe autoritetet arsimore nisin herët përgatitjet për të garantuar proces të drejtë dhe transparent. Edhe këtë vit rregulloria maturës shtetërore parashikon ndryshime nga ajo një viti më parë. Këto ndryshime prekin veçanërisht aspektet në lidhje me nxënësit mbetës dhe masat disiplinore gjatë provimeve. Nga drejtoria e arsimit parauniversitar mësohet se nxënësit që rezultojnë mbetës në 1 apo 2 lëndë gjatë vitit shkollor nuk do të mund të hyjnë në provimet e qershorit. Këta nxënës do duhet të nënshtrohen këtyre provimeve gjatë sezonit të vjeshtët dhe më pas do të hyjnë në maturën shtetërore në sezonin e dytë. Në rast se rezultojnë jo kalues në 3 lëndë, ata e humbin vitin shkollor dhe do duhet ta përsëritin. Ndërkohë, Qendra e shërbimeve arsimore dhe të gjitha institucionet arsimore do të njoftohen në mbyllje të vitit shkollor për listën emërore të këtyre nxënësve. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm lidhet me përdorimin e pajisjeve teknologjike gjatë provimeve. Mësohet se maturanti, i cili paraqitet në qendrën e provimit dhe konstatohet gjatë provimit me celular, orë smart dhe pajisje të tjera teknologjike, përjashtohet nga ai provim, por ka të drejtë jap atë në sesionin pasardhës. Sa i përket administratorëve, ata nuk do të kenë vetëm detyra, por dhe përgjegjësi për mbarvajtjen e procesit. Administratorët e provimit janë të trajnuar dhe përcaktohen me short elektronik në praninë e drejtorit të zëvas. Janë të qarta detyrat e tyre lidhur me administrimin e procesit provimit, që nga identifikimi i maturantëve, moslejimi i ndrimit të vendit gjatë provimit, kontrolli fizik për pajisjet teknologjike, raportimi i parregullsive, respektimi orareve dhe rregullave të tjera në përputhje me rregulloren për maturën shtetërore 2026, që ngarkojnë me përgjegjësi lidhur me mbarvajtjen e procesit. Provimet e maturës do të përmbajnë 30-35 pyetje duke përfshirë pyetje me alternativa dhe shtjellim. Ndërkohë që për orientimin dhe përgatitjen e maturantëve, testet model për provimet e ardhshme janë shpërndar tashmë në të gjitha shkollat, duke i orientuar nxënësit për formatin dhe kërkesat e provimeve, në mënyrë që ata të jenë sa më të përgatitur për provimet e maturës. Për të marrë notën 10 absolute, maturanti duhet të grumbullojë 60 pikët e mundshme.